Dikur numëronte rreth 180 shtëpi dhe ishte një nga fshatrat më të mëdhenj të Kurveleshit. Golemi njihej për traditat, mikpritjen dhe jetën e gjallë komunitare që e karakterizonte ndërbreza. Me ndryshimet e viteve 90, shumë banor u larguan drejt qyteteve ose emigruan jashtë vendit, duke lënë pas shtëpi të mbyllura. Sot, shumë familje po rikthehen për të restauruar shtëpitë e trashëguara, me synim për t'i kthyer ato në bujtina dhe ambiente mikpritëse për turistët. Në Dimër banojnë rreth 10 familje, ndërsa tani në Behar bëhen 40 ose 50 familje, sepse ky ka qenë një fshat blegtoral dhe të gjithë kthehen edhe për të veruar me bagtin fshat. Plus që ka dhe pensionista që vinë të kalojnë Beharin për shkak të klimës të mrekullueshme që ka fshati. Është bërë dhe rruga, tani kanë filluar njerëzit të bëjnë rindërtimin e shtëpive, shumë shtëpi kanë filluar të rindërtohen. Edhe pse turizmi po fiton terren, blegtoria mbetet shtylla kryesore e ekonomisë familjare. Banorët këtu kryesisht merren me blegtori. Ka shumë të imta, dhënë më shumë dhe pak dhi. Këto janë drejtimet që ka fshati sot. Ka 2 punishtë e qumshti. Bujqësi në fakt nuk ka këtu, blegtoria është kryesorja. Dhe vinë gjatë pranverës, në Dimër shtegtojnë, se këtu bie borë në Dimër. Dhe vinë tani në pranverë me tufat baktive, kanë fusha, kanë dalë në male, ka bagjo punishtë e qumshti. Këto vitet e funit ka filluar dhe agroturizmi, me ardhjen e rrugës, të gjithë kanë ardhur investojnë, restaurojnë shtëpit. është diçka që është rinjallur. Po përgjithsisht blegtoria. Kemi dhe 2 bargjo këtu që nuk e verasimëndjen se ku ta çojmë mbulmetin. Bukuritë natyrore, tradita e ruajtur dhe qetësia që ofron zona, po shihet gjithnjë më shumë si një potencial i rëndësishëm për zhvillimin e fshatit Golem.